kemi një hadith tjetër që e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Usama ibn Zeidi, ku përcillet se vet Usama një ditë i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Ja Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban." Nuk të kam pa që ta agjërosh ndonjë muaj tjetër më shumë se sa je duke agjëruar në muajin Sha'ban. Usama si tregon të gjithë shkakun. Dhe i thot: "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu." Ai është një muaj ku shumica e njerëzve tregohen gafil dhe të pakujdesshëm. Bejnë Rejab wa Ramadan, është muaj që ndodhet mes Rejabit dhe Ramadanit, pra Ramazanit. Fillimisht, thot pejgamberi zëm, tërheq vëmendjen. Shumica e njerëzve janë gafil dhe të pakujdesshëm për këtë muaj. Pastaj çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dhalika shahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Ai është një muaj, pra muaj Shaban, ku ngriten punët të Allahu Gjelle Gjelalu. Muaj i veçantë për ngritjen e punëve në raport me muajt e tjerë, që do të thotë, nëse ka një muaj për një vit kalendarit, se kur është momenti i caktuar e ngritjeve të punëve të Zotit, që ka muaj Shaban, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj çfarë thot? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Unë dua që kur të më ngritet puna ime, unë t'jem me agjërim.